ku njeriu ndryshon epoka. 10 personalitetet që përmësuan botën. Historia botërore një individ të rrallë, veprimet e të cilëve nuk kanë ndryshuar vetëm fatin e një kombi, por rrjedhën e gjithë njerëzimit. Këto njerëz nuk ishin thjesht pjesëmarrës në histori, por faktor vendimtar që përcaktuan epoka të reja. Ata ndikuan në politikë, shkencë, kulturë, fe dhe mendim shoqëror, duke lënë gjumë të vazhdueshme. Aleksandri i Madh ishte një nga udhëheqësit më të fuqishëm të lashtësisë. Përmes fushatave të tij ushtarake, ai bashkoi lindjen dhe perëndimin, duke krijuar një hapësirë të re kulturore dhe politike që ndikoi qytetrimin për shekuj me radhë. Julius Cezari ishte figura kryesore që i hapi rrugë kalimit nga Republika Romake në Perandori. Reformat e tij dhe mënyra e qeverisjes ndikuan drejt për drejt në mënyrën se si u ndërtuan shtetet moderne. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ndryshoi rëndësisht historinë përmes përhapjes së Islamit. Ai ndërtoi një sistem të ri besimi, morali dhe organizimi shoqëror që sot ndikon miliarda njerëz në mbar botën. Leonardo da Vinci përfaqëson mendjen universale të rilindjes evropiane. Kontributet e tij në art, shkencë, inxhinieri dhe anatomi e vendosën njerëzimin në një epokë të re të dijes. Isaac Newtoni hodhi themelët e fizikës moderne me ligjet e lëvizjes dhe gravitetit. Pas zbulimet e tij, zhvillimi teknologjik nuk do të kishte qenë i mundur në këtë nivel. Napoleon Bonaparte ndryshoi hartën politike të Evropës dhe ndikoi në përhapjen e ideve të revolucionit dhe shtetit modern. Abraham Lincoln la gjumë të vazhdueshme në historinë amerikane përmes shfuqizimit të sllavarisë dhe mbrojtjes së unitetit kombëtar. Nikola Tesla revolucionalizoi botën e energjisë dhe teknologjisë elektrike. Idetë e tij janë themeli i botës moderne digjitale. Albert Einstein ndryshoi mënyrën se si njerëzit e kuptojnë universin përmes teorisë së relativitetit, duke hapur rrugë për revolucionin shkencor të shekullit të 20. Në përfundim, këta personalitete nuk ishin vetëm produktet e kohës së tyre, por edhe arkitekt të saj. Ata dëshmuan se një individ i vetëm, me vizion, inteligjencë dhe guxim, mund të ndryshojë epoka të tëra dhe të ndikojë fatin e njerëzimit.